Elefanti sulmon makinën, ndëron jetë deputeti në Afrikë. Një deputet i opozitës në Zimbabwe, Desire Moyo, ka humbur jetën në një aksident tragjik rrugor gjatë një udhëtimi në autostradë ku makina në cilën ai po udhëtonte përplasi një elefant. Moyo, 45 vjeç, ishte jo vetëm politikan, por edhe poet i njohur. Ai vdiq në vend, ndërsa 4 të tjerë që ndodheshin në automjet mbetën të lënduar dhe u transportuan në spital. Sipas dëshmive të një kolegu, elefanti reagoi pas përplasjes duke sulmuar makinën. Aksidenti ndodhi të premte, ndërsa Moyo do të kishte mbushur 46 vjeç të shtunën ditën pas aksidentit. Ai ishte zgjedhur në rrethin zgjedhor në një qytet i dyti më i madh i vendit dhe ishte antar i Komisionit Parlamentar për Sportin, Kulturën dhe Artet. Shumë omazhe janë bërë për të, i cili njihet për angazhimin e tij në sektorin kreativ dhe kulturor. Kryebashkiaku i vendit, David Coulthard, e përshkroi atë si një udhëheqës ikonik dhe kreativ.